ka pasur Champions League gjatë këtyre 2 ditëve, në gëzojnë tifozët e Interit, të Bayernit, të Parisit nëse ka ndonjë këtu në Shqipëri, nuk jam i sigurt për këtë, por që do t'i marrim me radhë ndeshje dhe do t'i shohim këto dhe jo vetëm me Ral Kovelin, producentin e sportit në aty CNN. Mirëmëngjes Ral. Tani ti cilën nga ndeshjet ke parë apo i ke parë gjitha? Sigur që e ka ndarë ekranin për të. Jo, është fatmirësisht ndeshja e Barcelonës me Benficën luaj më përpara në kohë, kështu që më pas ja dedikova vëmendjen vetëm ndeshjes Liverpool Paris Saint-Germain, edhe për faktin se Bayerni dhe Interi që luanin i kishin fituar ndeshjet e para. Bayerni kishte fituar 3-0 përballë Bayer Leverkusenit në derbin gjerman, Interi kishte fituar 2-0 në Rotterdam kundër Feyenoordit, kështu që paka shumë ishte e përcaktuar se çfarë do të ndodhte, dhe ashtu ndodhi. Edhe se për Xhakën po shpresonim që të shpresonim, po dëmtimi i Virts, diferenca shumë e madhe, pastaj Krisi duhet të kesh parasysh një gjë. Jemi në një fazë të Champions League, pra janë përcaktuar 4 skuadrat e para çerek finaliste, të cilat janë Barcelona, Interi, Bayerni, por edhe Paris Saint-Germain. Dhe jemi në një fazë ku skuadrat e mëdha janë të mëdha. Nuk ka më surpriza tani. Kaluan ato befasit e fazës grupeve, kaluan ato eliminimet e mëdha dhe të bujshme duke nisur nga Juventusi për të vazhduar me Atalanta, ndoshta nga Italiani, Milani gjithashtu, por edhe Manchester City që u eliminua përballë Realit Madridit. Në këtë fazë të kompeticionit asnjë e madhe përgjithsisht nuk gabon, dhe kur luhet një derbi ndërmjet skuadrave të njëjtit vend që njihen shumë mirë me njëra tjetrën, prevalon ajo që është ekipi më i madh, ekipi që ka më tepër eksperiencë në arenë ndërkombëtare, Bayerni në këtë rast. Ama syt ishin projektorët gjithë ishin mes Liverpoolit edhe Parisit. Liverpool Paris Saint-Germain, sepse për cilësinë e dy skuadrave, për momentin dhe për formën që po kalojnë të dyja ekipet, ajo ishte ndoshta ishte ndeshja më e mirë e fazës së 1/8-ave, realisht pavarësisht se do të luhet edhe derbi i Madridit ndërmjet Realit dhe Atleticos, por kishte shumë cilësi në atë duel. Ishte një duel i hapur, ishte një duel ku Liverpooli në ndeshjen e parë u etiketua si një skuadër që e vodhi fitoren në Francë, në Paris, sepse PSG-ja dominoi gjatë gjithë lojës, pati 20 raste për shënim. Statistikat përgjithsisht janë gënjeshtare në futboll, sepse jo gjithmonë skuadra që ka statistikat më të mira fiton. Por realisht Paris Saint-Germain në atë ndeshje u ndjej i vjedhur dhe arriti që të merrte hak në këtë takim të fundit, sepse fitoi me merit. Pa dyshim që është kualifikuar me merit dhe edhe për faktin se të dominosh një skuadër si Liverpooli, që cilësohet ekipi më i mirë në botë për momentin, skuadra më e mirë në Angli, që ka një diferencë shumë madhe pikësh, 15 pikë, praktikisht e ka mbyllur titullin kampion në Angli, pra të gjithë mendonin se Liverpooli do të ishte i projektuar drejt Championsit për të fituar edhe Championsin. Por futbolli nuk lë vend për garanci deri në momentin e fundit. Liverpooli i para pak viteve kur fitoi Championsin, mos gaboj dhe titullin në Premier League. Fitoi Championsin, pastaj fitoi titullin kampion me Kloppin, është një Liverpool që po vijon atë projektin shumë të mirë të nisur nga Klopp, edhe tani me trajnerin Arne Slot. Dhe mendoj se ndoshta ky Liverpool do të arrinte që të bënte diçka edhe në Champions. Ndërkohë që ka hipotekuar prezencën e titullin kampion në Premier League, megjithatë ja që ndodhi. Fitoi 1-0 në kohën e rregullt Paris Saint-Germain me gol të Ousmane Dembélé prej minutave të para, prej minutës së 12 të lojës. Pati shumë raste Liverpooli për shënim, nëse ndeshjen e parë në Francë, Alisson ishte lojtari, portieri i Liverpoolit, ishte lojtari më i mirë i ndeshjes sepse ka evituar gola të pabesueshëm. Në këtë rast tani ishte Donnarumma lojtari i ndeshjes në krahun tjetër të Paris Saint-Germainit. Çfarë ndodhi te penalltitë, se unë atje e lash. Te penalltit Donnarumma arriti që të priste një penalti, me fjalë, është tragjedi ajo që ndodhi për penalltit për Liverpoolin, nëse mund ta themi, sepse Liverpooli në 5 rastet e fundit kur në Kupat e Europës është detyruar që të përcaktohet kualifikimi me penallti, në 4 raste ka festuar gjithmonë. Paris Saint-Germain nuk kishte kualifikuar asnjëherë me penallti në Kupat e Europës. Në Champions mbi të gjitha, sepse në Kupat e Europës ka ndodhur në vitin e largët 2000-2001 për herë të parë dhe të vetme. Në Champions nuk i kishte ndodhur kurrë. Fituan 4-1 me penallti. Sepse te Liverpooli goli të Vitinhas, gjuajtën të parët parizianët, goli të Vitinhas ju përgjigj Mohamed Salah, pastaj Gonçalo Ramos dhe Ousmane Dembélé dhe Doué shënuan, ndërkohë që Darwin Núñez dhe Jones gabuan 11 metërshat a mund të jetë ky viti Paris Saint-Germainit në Champions League? Kemi kaq shumë kohë që më themi që ky mund të jetë viti Parisit, gjithmonë vjen një fazë që eliminohet. Përgjithsisht ti si sportist që je,
t'ja shpjegojmë Aulonës. Edhe pse Aulona ka filluar më son tani që qëndron pranë teje që je sportist, historia në sport nuk blihet me para, kështu thon. Kjo është parulla. Por Manchester City arriti që ta fitonte Championsin, duke investuar shifra shumë të parash. Paris Saint-Germain ka investuar prej vitesh shifra maramëndse parash, janë klubi më i pasur në botë ndoshta, në mos jo, një mes 3 klubeve më të pasur. Osman Dembele, pa dyshim, por ka shumë lojtarë të mirë. Dhe realisht edhe unë dje pas ndeshjes po e mendoja këta, a mund të jetë ky realisht? Kjo është pyetja më e madhe. A mund të jetë, po, pikërisht, ke eliminuar favoritin numër 1 për të fituar Championsin. Pra, deri në momentin e edhjes së shortit, për fazën e 1/8, Liverpoolit cilësoi si skuadra për të mundur, edhe për shkak të ecurisë në fazën e grupit të Championsit, në grupin e përbashkët, me ecuri perfekte, i fitoi gjitha ndeshjet skuadra e Liverpoolit, prej ecurisë në kampionatin anglez, ku janë praktikisht kampion të Premier Ligës, dhe ata cilësoshin dhe etiketoshin me të drejtë si ekipi për të mundur në letër, por sporti dhe futbolli në rastin konkret nuk të lë që të bësh këto gabime, nuk mund të mendosh që je më i miri thjesht prej ecurisë deri në gjysmën e sezonit, këtë e mësoi Liverpooli dhe e mësoi në mënyrë sido që të shkojë puna për çfarë lloj skuadre, vjen gjysmëfinalja apo finalja dhe atje është me shumë gjasa Real Madrid. Vin çerek finalet. Tani Paris Saint-Germain e ka rrugën deri diku të thjesht krisi, sepse nëse do të shohim tabelën, Paris Saint-Germain do të pres fituesin e çiftit ndërmjet Club Bruges dhe Aston Villës, të cili do të përcaktojnë ndërmjet e sotme. Aston Villa është e favorizuar sepse ka fituar 3-1. Ndeshjen e parë. Por që në letër përballë Parisit janë përballë Parisit janë absolutisht më poshtë, por më pas nëse vemi në fazën gjysmëfinale, kemi pjesën e sipërme të tabelës, aty ku janë Arsenali, që praktikisht është i kualifikuar, Reali do të jetë me Arsenalin nëse kualifikohet në çerkfinale. Pra, Reali fillimisht duhet që të shfrytëzojë avantazhin 2-1 përballë Atletikos Madridit. Kemi edhe 90 minuta. Dhe Reali nuk mund të bëjë një gabim që bëri Liverpooli. Reali me Atletikon Champions në këtë fazë. Luajnë vazhdimisht.